kalojmë shpejt. Kemi kohë për të receta tjetër? Po, kemi edhe pak kohë. Çfarë do bëjmë, qoftet? Qoftet? Këtë recetë patjetër që e kishim planifikuar dhe i kemi shkruar produktet përbërësit në recetën tonë në ekran, e shohim së bashku se për çfarë qoftesh bëhet fjalë. Nuk i kemi me mish, i kemi qofte me spinaq. Për të cilën na duhet spinaq i freskët, na duhen patate të zjera, na duhen vaj ulliri, një vezë dhe një tjetër e verdhë veze, djathë të grirë, buke thërmuar, krip, piper, vaj për skuqjen e qofteve. Paralelisht me ngrohjen e vajit, përgatisim edhe brumin e qofteve. Edhe kaçkavalli na duhet. Direkt e shtojmë. I kemi zier patatet. Largoj. Produktet. Kripa. Piperi. Një vezë. Spinaci. Përzjej. Vendos vajin që të nxehet, por jo të digjet. Pra më mirë. Aq kollaj dhe aq të shishme. Një tufë spinaq mund ta keni edhe në ngrirje, tani janë visat kanë filluar ti ruajnë aty në shëndet. Shëndet paçi. Në frigorifer, i kanë gati lartë pastruara të coptuara, dhe kjo ka të bëjë me ato menaxhimin e menus ose përgatitjen paraprake të produkteve, të cilat i vendosim në frigorifer dhe i përdorim kur i duam, si rastin e sotëm për shembull. Na duhet të bëjmë këto qoftet. Po, zihem vetëm patatet, spinaqin e kemi të lartë pastruar. Mos të shqetësojnë as pak. Ne kemi largo pakës. Unë zë shumë? Po. Mos u shqetësoj as pak, le të ketë edhe pjesë të patates të vogla, sepse këto janë qofte patate dhe nuk janë pure. Më shto një pjesë të gjalpit. Si mbatet më të buta dhe duhen punuar pak sa tani, duke i bëhet punimi dhe shtypja e patateve në këtë një të gjalpi e ndihmon që unë mos të shtoj pakës ujë. Shtojmë dhe masën e galetës. Me që se kemi patatet, na duhet shumë. Nuk shtoj miell. Dim që patatja ka një don një shte, nuk shtoj miell, nuk shtoj një shte. Nëse unë dua që të bëj një spërkatje, aty ndryshon puna. Por jo në për shembull, ja e shoh që ka dhe pak. Shplaj duart dhe vi më e fuqishme për t'i skuqur. Japim dhe formën. Mbasi na duhet t'i kalojmë edhe një herë në galetë para si vendosim në tigan të nxehtë, përdorni një vezë për t'i lidhur ose jo. Do t'i shtojmë vezë alban apo ja shtove vezën? Jo, janë patatet. Ka vezën, spinaqin, krip piper të zi, pak galet dhe jepini formën e dëshiruar. Kur themi pak galet për gajret. Për gajret. Po që të krijojnë atë cipën krokante dhe brenda të jenë të buta. Sa bëhet gati ky proces, ndërkohë unë po sill tavën sepse kam marrë ngjyrën e duhur, tava e parë, e lakër dhe oriz dhe beshamel sipër. Teksa shohim që është gati beshameli, edhe lakra brenda zeu pak në tenxhere, orizi ishte i parazier dhe ky është rezultati. Menjëherë sa po të mpikset edhe të ftohet, ne do ta presim në copat për çdo person dhe më pas do ta shihni në kanalin ton në YouTube. Tava tjetër ndërkohë, sa të piqet të mpikset veza, tava me fërges në tavë dheu. Ne do të bëjmë atë shkëputjen tonë të zakonshme për fleshin informativ, për informacionet e shpejta që vinë në orën 10, dhe më pas do të rikthehemi në bisedë me Paro Ziflaj dhe pastaj do të vim përsëri në kuzhinë. Do kalojmë edhe një herë në kuzhinë sot, kështu që s'kemi përfunduar, nuk i kim dot kollaj sot nga kuzhina, është nderim.
të vim të gatuajmë bashkë me parozifla. Ndërkohë, edhe një qoftë vendosimet e 2-3 të tjera që të servirim. Të ngjisim. Dikush në familje do preferoj qoftet, dikush do preferoj tavën me lakrën, dikush fërgesën, pra do kemi plotësuar shihet për çdo antar në familjen tuaj, sepse di që ka anvisa që e vuajnë këtë pjesën, jo të gjithë kanë një shije në familje. Ato anvisa që thonë do bëj supën për fëmijën, se njëri nuk e do me perime tjetri. Dhe që është gabim, është shumë gabim. Ne këtu në Reze gatuajmë për të gjithë, nuk ka receta të ndara. Nuk ka receta të ndara, janë të gjithë si të rritur, si të vegjël, janë të mirë. Atëherë, me të vegjëlit kemi një problem. Por të duhet se pak miell, apo... Gjo, unë të të vegjëlit sot i përshëndes se kaloj një fundjavë shumë të këndshme. Dhe pse jo, do t'i falenderoj gjithmonë që janë kaq të mirë dhe na nxjerrin kaq mirë. Se s'jemi kaq mirë me vërtet, ja. A thua, po jemi më të mirë, moj. Më të mirë jemi live. Më të mirë live, kjo ishte. Atëherë, përfundojmë dhe me qoftet. Qoftet kanë spinaq me bollok dhe patate për t'i lidhur. Sigurisht edhe një kokërves, erza nga bimët aromatike të kopshtit tuaj dhe ndërtoni këto qofte sepse do t'i lezetojnë tryezën me ngjyrën e tyre të klorofilt. Mund t'i shtoni ndonjë nga ato salcat, salcë kosi të aromatizuar, po ashtu me bimët aromatike. Çfarë shkon shumë? Çfarë shkon shumë? Keni turshit e kaslavecit, i shkojnë më së miri. Pakës kos, këto dhe turshit. Dhe ati kthej unë, me leje, pardon, unë rënja. Ruaj ngjyrën. Pak qizi ato se kanë dhe djathtin kaçkavall brenda. Mos harrojmë. E thash kështu në gjuhën e trendit të kalamajve, qizi. Me djath kaçkavall ose djath mozzarella brenda. Dhe dalin fantastike. Shifeni pak ngjyrën. Tani, ne përfunduam, po pim nga një kafe lavaca me albanën, ndërkohë që bëhemi gati, ndrohemi për të pritur parozifla. Ju përshëndesim nga kuzhina. Të lumshim duar, rikthehemi përsëri, kështu që s'po të themi ropafshim se do të vim përsëri pastaj.